Vllaznia drejtuar nga trajneri Edi Martini vazhdon përgatitjet për ballafaqimin e turit të parë të UEFA Conference League, ku pas fazës përgatitore të zhvilluar në Sloveni, tashmë po kryen seancet e fundit në Shkodër. Në prag të sfidës së parë që do të luhet me datën 9 korrik përballë Malishevës së Kosovës, është ish kapiteni i vllaznisë Ndëshim Shtupina, që jep opinionin e tij për këtë sfidë, duke u shprehur optimist. Këto meshjet e Conference League janë emocionuese, qoftë për tifozat, qoftë për ekipin, sepse priten që vllaznia me kalu turnet. Por gjithsesi janë meshje të vështira, duhet me vlerësuar maksimum. Besoj që vllaznia i ka mundësi me kalu sepse ka eksperiencë tash në Conference League, Kupën Europiane. Mendoj që duhet me maksimum me kanë përqendruar në çdo moment, por vllaznia shoh një hap përpara kualifikimit. Përgatitjet për sezonin e ri futbollistik janë shoqëruar me largime të shumta nga kampi kuqeblu, por nga ana tjetër ka patur edhe afrime të shumta në të gjitha repartet e lojës. Them drejtën, një largu lojtar shumë mirë, por gjithsesi drejtuesat e trajneri bashkë me presidentin janë ata që i dinë më mirë gjanat dhe janë mendësit klubit, janë munduar me zëvendësu lojtar, por thash duhet me i pa në fushë sepse ne s'kena informacion plot çfarë lojtar shkon ardh. Por sidoqoftë vllaznia me këtë ekip që ka duhet patjetër me kalu një turn, sepse është pozitive edhe për klubin edhe për lojtarët. Për Shtupinën, luajtja e ndeshjes së parë në Shkodër dhe e dyta në Kosovë është një avantazh për vllaznin. Besoj që po, sepse në ardhin edhe tifoza besoj që do të shtesin ekipin, shihet edhe forca e ekipit, gjithsesi ndeshjet parë dhe diçka që kapi një rezultat pastaj për ndeshjen e dytë jemi sa më të qetë në anën psikologjike. Duke folur në aspektin personal, Shtupina konfirmon zyrtarisht largimin e tij nga Akademia e Futbollit Vllaznia, ku për 3 vite ishte në cilësinë e koordinatorit dhe të trajnerit për të bashkuar stafit teknik të Beslidhes për krah kolegut të tij Elvis Flori. Ndeshja e parë e turit të UEFA Conference League, Vllaznia luan të njëjtën e datës 9 korrik në stadiumin Loro Buriqi në orën 20.